Shqipëria e re, edhe shi nuk i ndalë do të. Edhe shiu nuk i ndalë do të. Shire qik. Lumi, edhe lumi më shumë bëhet shi. Lumi më shumë bëhet shi. Shive. Erdi gjenerata zë. Shive. Wow. Eri gjenerata zëmë, s'ka shije, s'ka breshër që i në lërë. Shive nami me tu, si o nëzi gjithë Shqipëria, këtu vinë njerëzit Allah, gjë që diqme. Shive. Wow. Me këtë qamet, asjoni s'ke për dalë me këtë qamet. Mor ka shumë zhurë. Ka respekt i Shqipëria tot. Ata që kanë bole fura, kanë respekt, por ata që janë Erdi lumi. Gjenerata zë. Shiqaj energjie. A e dini sa mund t'jetë kësu kryeministri kur nisi shiu? Po ka arrua i se këta njerëz nuk nalen, jo nga shiu, po nga asë që. Këta njerëz tyrë vazhdojnë përsëri protestat për ditën e 25. Edhe përsëri si ditën e parë të rasin Rama për Berisha! Si që është bërë zakon të protest, mendoj se si fillim do ta nisim me himnin e pastaj vazhdojmë me fjalimin.
Qytetarë të dashur, me qënë se është bërë nevojshme që kërkesat tona t'i theksojmë mbi emrat tanë dhe të qartësojmë për të gjithë qeverinë dhe për establishmentin e vjetër politik, se këtu nuk jemi as për njërin nga ne, as për tjetrin, as për grupin organizator, as për grupin koordinues, por jemi vetëm për kërkesat e gjithë qytetarëve shqiptarë. I përshërisim tërheqje e pa negociuesme e kryeministrit dhe e gjithë qeverisë. Krijim i një qeverie teknike tranzitore me një mandat 12 mujor. Ndryshime kushtetuese ku të gjithë shtetasit shqiptar të jenë të parabartë para ligjin, si dhe miratimin e kësaj kushtetute të re me referendum. Ndër të tjera, në kushtetut duam të sankcionuar ndryshime në kodin zgjedhor që t'i lejoj gjithë secilit qytetar shqiptar garë të drejtë dhe të parabartë. Ndryshimin e ligjit për partitë politike, për demokratizimin e detyruar të tyre të brendshëm dhe për financimin e partive politike. Kufizimin e ushtrimit të mandatit të kryeministrit në maksimumi 2 mandate. Gjithashtu, por jo më pak të rëndësishme, anullimin e ligjeve të cilat kanë masakruar natyrën dhe zonat e mbrojtura të Shqipërisë. Për ligjet për zonat e mbrojtura, për trashëgiminë kulturore, paketën e maleve, anullim, paketën e investimeve strategjike të anullohet. Pra, kjo nënkupton një kontratë të re sociale midis qytetarit shqiptar dhe institucioneve të shqiptarëve. Ju faleminderit.
Veç kësaj, më lejoni t'ju them se shqiptarët nuk do të tolerojnë më këta njerëz të korruptuar të cilët kanë zënë tashmë vend e nuk shkulen nga karriget e institucioneve shqiptare dhe për shkallëzimin e shqiptarëve do të shkojë deri në bllokimin e institucioneve në qoftë se këta pushtetar të korruptuar do tentojnë të vazhdojnë të uzurpojnë ato me dhunë. Ju falenderit. Shkojnë pas qytetarët të mbajnë fjalën e tyre. Këtu jemi gjithë të lirë të shprehemi dhe këto idetë që kemi shprehur do të vazhdojnë të pasurohen. Si Dorela. Po shumë se 3 javë pasi kemi nisur këto protestë të gjithë shoqërisë shqiptare, them se jam shumë krenare dhe kjo shoh sot shesh një shoqëri që nuk e ndal as shiu, nuk e ndalin as presionet politike, as etiketimet personale të kryeministrit Rama, nuk e ndalin as presionet për vendin e punës, as presionet për pensionin e ndihmën ekonomike. Jam shumë krenare që një shoqëri e cila përtiste në 90-ën e duam Shqipëri se gjithë Europa u bë Europë dhe po i thotë Europës jemi këtu, bëhuni me ne dhe jo me autokratin. Në një nga këto ditë, një nga shokët tanë që ishte kthyer nga diaspora për protestën bëri një pyetje që më preku. Tha mirë ne diaspora që s'kemi frikë, po ju që jetoni këtu në Shqipëri, a keni frikë që dinin protestë? Unë por i them përgjigjen që i thash atij. Po mirë i thash, a jetohet në Shqipëri si që jetojnë shqiptarët? A jetohet me një kryeministër autokrat që vendos për gjithë? A jetohet si që jetojnë shqiptarët me oligarkë që ju marrin edhe malin edhe detin? A jetohet si që jetojnë shqiptarët me median që e gënjen çdo ditë? A jetohet si që jetojnë shqiptarët me një sistem drejtësie e cilës ne i kërkojmë të shkojë deri në fund, po deri tani kemi parë disa arrestime. A jetohet si që jetojnë shqiptarët që edhe trotuari ju merret për të bërë pallate dhe kulla? A jetohet si që jetojnë shqiptarët ku sa po smuresh duhet hapësh GoFundMe ose të marrësh borxh se spital nuk ka ilaçe? A jetohet si që jetojnë shqiptarët me një sistem arsimor, ku në krye janë pedagogët e lidhur me qeverinë, ku studentët shqiptar akoma janë analfabetë, s'din të shkruajnë gjuhën shqipe? Si mund të lejojmë ne që kjo shoqëri të qeveriset dhe të mësohet nga analfabet funksional? Prandaj, si që thash këti shoku tim diaspor, po ju them sot edhe juve. Unë jam këtu prej më shumë se 3 javësh për të thënë që nuk jetohet më kështu. Duam të jetojmë me dignitet. Duam një Shqipëri të re me një kontratë të re. Shqipëri e re, Shqipëri e re, Shqipëri e re. Për të gjithë ata që thonë se fjalimet në këtë podium që kanë fjalime pa ndonjë nivel. A i keni dëgjuar ndonjëherë të fjalime për korrupsionin, për shëndetësinë, për autokracinë, për oligarkinë, për mediat, tek partitë e vjetra politike? Jo. A i keni dëgjuar këto artikulime në mediat e kapura dhe të shitura pronarët e cilëve janë edhe investitor strategjik? Prej më shumë se 3 javësh, shoqëria shqiptare, ju këtu në shesh, keni ndërtuar
tani më një artikulim të ri politik. Keni ndërtuar tani më një kontratë të re sociale, së pari me vete, për thënë që shoqëria shqiptare ka edhe artikulim politik, ka edhe nerv, ka edhe mlef, edhe thot mjaft është mjaft, mjaft është mjaft. Dhe së fundi për të gjitha ata që mendojnë se vapa, pushimet, të gjitha ato që bën kryeministri mund ta ndalojnë dhe protesta mund të mos ketë ndonjë sukses. Unë mendoj se ndërkohë që të gjithë presin suksesin e kësaj proteste, suksesi është arritur tani më. Shoqëria shqiptare ka dalë në rrugë, shoqëria shqiptare nuk është më e friksuar dhe nuk mund shantazhohet më me bukën e gojës. Njerëzit, vetë shoqëria shqiptare po kërkojnë një Shqipëri të re. Dhe së fundi ne e dim se një sistem i ndërtuar në 36 vjet nga oligarkia, nga media e kapur, nga autokracia e 2 liderave në pushtet, ndoshta nuk mbaron për 24 ditë, por ne do t'jemi këtu edhe 220 ditë, edhe 2400 ditë, për thënë se vendosim ne dhe ne themi duam një Shqipëri të re. Mirëmbrëma, e mirë se u patëm me Zotin. Du më u tregoj sinqert me ju sot, edhe me u thonë se unë jam një agent, ama agent Korano verior. Mos me prit me më zbulu nesër ai koksbatur i Librasit. Du mi u drejtu asaj pjesës më të vogël të popullit tonë, e cila deri tash ka nejtë shumë indiferente ndaj protestë, duke thonë se s'ka mujt me gjetë arsye të forta për me në bashku. Shumë thjesht edhe shumë shkurt, 2 arsye edhe 2 shembuj konkret. Për cilën ju besoj që duhet ta bashkoheni. Në këto 36 vjet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë ndrunja 6 presidenta. Nuat i kanë ashtru papa një 3 herë, vetëm Shqipni 36 vjet që ndrojnë karrigen Sali Berisha me Edi Rama. 36 vjet që këta 2 gjakpirsa vazhdojnë me pasonu edhe me shkatru të armët e fëmijëve tuaj. Nëse s'doni me dalë për veten tuaj, të paktën për të armën e fëmijëve tuaj, pa shhatrin e Zotit, hajdeni këto. Arsyeja e dytë, po jo më e vogla, a meriton Shqipënia edhe rinia e saj në përfaqësu në instancat më të larta të Bashkimit Evropian nga Zeniqe Çavushi, e cila është sot deputete e Republikës, vetëm fal 3.700.802 gafave të saj edhe meneve me gazmen bardhin. A mundet me përfaqësu këtë rini Sara Mila, e cila në betejën e saj të parë politike arriti me fitu zemrat e gjithë burgosën me të peqinit. Edhe me myll kam një thirrje vllaznore për tonë iniciatorët e protestë, pa shhatrin e të madhit Zot, pa zgjidhja vëlla nona, mos u përçani, mos u shisni, as mos u flini.
Ju nuk jeni as armiq, as kundërshtar të njëri tjetrit. Armiq e kundërshtar ton edhe tujt janë vetëm Edi Rama me Sali Berishën. Edhe i diçka të fundit, më të marrë kohë, nëse është e mujtun me heqat pjesën, na jena opozita, na sjena opozit, na jena shumica, na jena populli, na venosi. Rënov Shqipnia, rënov populli. Jo, no jepet dorëheqje,